Historia e panjohur, aktoreja shqiptare që ka luajtur me të madhen Sofia Loren. Kush është shqiptarja që luajti për krah Sofia Lorenit? Një ndër shqiptarët që kanë ngritur lart emrin e Shqipërisë është Gjilda Lapardhaja, vajza e re nga Berati. Gjilda është aktore shumë e njohur teatri, filmi dhe reklamash në Itali. Gjilda nuk është shumë e njohur për publikun tonë si emër, por si fytyrë me patjetër që po. Ajo ka luajtur në seriale të tilla si Un medico in famiglia, Non la schiamozzi più, Giornalisti, Un posto al sole, La squadra uno e të tjerë. Miniseria e filmit televiziv La mia casa è piena di specie, mbi jetën e Sofia Loren, është me regji të Vittorio Sindoni dhe u prodhua nga Idea Cinema. Përveç pjesëmarrësve si aktor të Sofia Loren, Enzo De Caro, Margaret Made, ka në grupin e aktorëve dhe aktoren me origjinë shqiptare e pikërisht nga Berati, Gjilda Lapardhaja. Ky film i dedikohet jetës së nënës së ikonës italiane të filmit, Sofia Schiccolone, ose në art Sofia Loren. E bazuar mbi skenarin e Maria Schiccolone, Motra e divës, filmi tregon ndodhit e Loren në harkun kohor që nga fundi i luftës së dytë botërore deri tek triumfi që aktoria pati në vitin 1962. Kohë kur ajo fitoi statujën si aktoria më e mirë protagoniste në filmin La Chiocciara. Përveç se që shohim edhe aspekte më pak të njohura të jetës së saj, siç është fëmijëria, për të interpretuar Sofia Lorenin, gjatë rinisë së saj është përzgjedhur Margaret Made. E kjo nuk është një sipërmarrje e lehtë për këtë vajzë të re që do i duhej të përballonte mitin e Sofias. Nuk e kam fshehur asnjëherë që jam shqiptare. Në të gjitha prezantimet e mia tek regjizorët italian kam përdorur të dhënat e mia personale. Nuk kam dashur të ndryshoj as mbiemrin, ashtu siç bëjnë shumë prej aktorëve të tjerë të huaj. Kështu do të shprehej kohë më parë Gjilda Lapardhaja.